Edi Rama i ngërthyr tani, kokë e këmbë, nga mafja e tij. Lubi Balluku, Ergys Agasi, Olta Xhaçka, Taulant Balla e të tjerë, në një vendim in extremis, ka vendosur ta zgjesoj, të blokoj zbatimin e ligjit dhe të vendimit të prokurorisë dhe gjykatave. Ai del haptas kundër heqjes së imuniteteve dhe arrestimit të kriminalëve, të kryetarëve të organizatave kriminale. Lubi Balluku është me të gjithë të dhënat e veta kryetare e një organizate të strukturuar kriminale. Por problemi në këtë rast është se kapo i kapove është Edi Rama. Është Edi Rama. Dhe ai e ka shumë të qartë. Ai është sklav në këtë rast i krimeve të veta. Ndaj dhe sot shpresë vetme, fjalë e vetme, është fjala e qytetarëve. Dhe unë i garantoj qytetarët, me besimin më të madh, se me revoltën e tyre, me revoltën e popullit opozitar, Edi Rama do t'ja mbath si që ja ka mbathur çdo diktator tjetër. I garantoj se dhe prapa diellit po të shkoj do t'a sjellim para gjykatës në Shqipëri. Pra, sot, për largimin e tij nuk kërkohet asgjë tjetër, përveç guximit, vendosmërisë dhe vullnetit të qytetarëve shqiptarë në një protestë të qëndrueshme deri në largimin e tij. Prova u bë. Revolta u dëshmue, por kjo duhet të jetë e qëndrueshme. Bulevardi duhet të jetë i qytetarëve, sheshi duhet të jetë i qytetarëve. Jo një ditë, 2, 3, po aq kohë sa duhet për ta larguar. Ndaj dhe ne do punojmë fort, opozita do punoj fort, për të bindë qytetarë të gatshëm për sakrifica në një revolt paqësore, për të larguar nga skena regjimin më të rryer, më armiqësor, pasenverhor që ata kanë patur në histori. Po flisja për imunitetet, por nuk është me pak e zezë për kundrazi, edhe me zezë është dosja e Akshit, ku në të vërtet kopshti privat i Edi Ramës ka patur si protagonist kryesor në hije Baxhanakun, peshkaqenin Armand Frangu. Dhe natyrisht patronazhisten e Akshit, Linda Rama, siç është faktuar me dokumenta. Armand Frangu, ky mafiozi denoncuar para jush dhe në parlament me dhjetra herë, dhe që për fat të keq mediat e qeverisë ngurojnë t'ja përmendin emrin, pa çka se e din më mirë se unë,
se Ermal Beqiri është Armand Frangu, se Geron Meça është Armand Frangu, se Daniel Shima është Armand Frangu. Po, atë nuk e përmendin. Mos harroni një gjë, do këtu të mbani parasysh. Akshi është agjensi që varet direkt nga kryeministri. Varet direkt nga kryeministri. Nga Edi Rama. Së dyti, do të rkthej këtu që njeriu më intim, përveç Bazhanakut, njeriu më intim, po të mbyll një hap një sytë ju, i të gjithë zyrtarëve në Shqipëri, Isa, njeriu më intim, është Ergjys Agasi. I faktur. Po. Ndaj dhe ky intim Agasi na rezulton në librat e shtetit me fitime prallore që nuk i ka njohur njeri në historinë e njerëzimit. Fitime të cilat të i kalojnë brenda 5 muajve kapitalin fillestar 22 milion herë. Është futur në shtator, 15 shtator, me 1.000 euro dhe ka dalë në dhjetor me 234 milion euro. Intim Agasi. Ta quajmë këtë mafios në këtë mënyrë, për ta kuptuar njerëzit më mirë se çka ndodh. Pra, ky Intim Agasi ka vu aty 1.000 euro dhe ka dalë në dhjetor me 22 milion herë më shumë. A mund të kuptohet kjo? A mund të ndodhë kun në botë përveç se me Intim Agasin? Të gjitha këto para të vjedhura qytetarëve shqiptarë. Në kopshtin privat të Edi Ramës për Edi Ramën. Për Edi Ramën. Dhe mediat rrinë dhe merren Geron Meça, ky Ermal Beqiri, ajo tjetra, gruaja shoferit Ermal Beqiri që çoi Ervina Gjana që na shkoi drejtoreshe Kibër hetimit, e tjerë. Pra, a mundet një njeri të futet në shtator me 1.000 euro të regjistroj EA Solution, se të gjitha këto të Armand Frangut janë Solution, ABC Solution, Fast Solution, të gjitha e ka, se ky ka zgjidhjet, ky mafioz, që ka rëmbyrë qindra milion euro shqiptarve. Me këto emra, me Ermal Beqirin, me Geron Meçën, duke legalizuar një proces ultramafioz në konkurencë, duke paraqitur fake oferta
vetëm për t'i qunë në ankime, për t'a anulluar nëse ndonjëri kishte sjell një ofertë më të përshtatshme. Ja u thash tani, ju lutem, disa element. Intim Agasi. Kjo është eskorta e Edi Ramës. Pas ti shkon Intim Agasi. Ja, kjo është Range Rover i Intim Agasi. Brenda në eskortë e Edi Ramës. E merr me veta. E keni parasysh më domethënë. Në eskortën e kryeministrit udhton i rrethur nga i mbrojtur Intim Agasi. Vazhdojmë tutje. Po, ja tani se tani dalë ma qarë. Ja ku i keni. 444. Targat 44. Janë 2 makinat Intimit. Janë 2 makina. Të dyja ishin në eskortë. Tjetër tani. Pak më sipër, ja. Emri Agasi. Vazhdo më sipër. Tani shqipti pak të gjobat. Vendi i gjobës së targës ku janë targat? Po, të targës, gjitha këta, targës 444 AA, është vendi i gjobës, atë ku duhet. Ejda gas, gjitur me shpinë e Edi Ramës, ja ku është shtëpia e Edi Ramës. Ka lanë makinën në aty, dhe është futë një mjetë tjetë ose në kamë. Ja ku e keni. Po çfarë deshte kyte Ejda gas, më thoni mua. Ka lanë makinën. Pra, dhe makina është gjetur dhe ka paguar 1.1 milion lek. Një gjobë të majme i kanë vu. Urdo? Atë lek të vjetra, më fani se i lizova për 3 euro ato. Mirë atër. Kamat nuk ka fare, por është kap në zonën e krimit. Është kap peng në zonën e krimit. Po, ja u kam thënë, Surreli është zonë krimi. Sepse çdo tull është vendosur aty mbi vjedhje të pastër qytetarëve shqiptar, e kanë paguar qytetarë shqiptar çdo tull të Edi Ramës, që është vendosur, çdo metër katror që është aty është e vjedhur, në kundërshtim me ligjin, ndaj dhe opozita e ka shpall atë zonë krimi. Dhe ky tani, ja ku është, ja ku, dëshmia, ka lanë makinën aty. Ja morën apo s'ja morën me karotrecë, këtë nuk mund të them. Por një gjë ditë sigur, që aty nuk lejohen parkime, se kjo është, janë sarajet e Surrelit, forbidden. Askush s'mund parkoj. Kjo është e vërteta. Natyrisht, këta janë disa element, po ajo që flet më shumë se çdo gjë tjetër, janë fitimet 22 milion herë më shumë brenda 4 muajve se sa kapitali fillestar i investuar në EA Solution. A mund të imagjinoni ju hajdut në një shtet të këtyre përmasave? Të gjitha këto në kopshtin privat të Edi Ramës. Nuk ka provokim më të madh për shqiptarët. Nuk ka fyrje më të madhe
se sa çdo minutë që Edi Rama qëndron në pushtet. Ja ku është kapur pra. Ja ku është kapur. Kompania e kopshtit ti me 22 milion herë fitime më të mëdha se kapitali fillestar brenda 4 muajve. Kush mund të imagjinonte këto? Edi Rama ka vendosur të përdor të gjithë brutalitetin e shtetit për të mos dhënë dorëheqjen, por populli opozitar do t'i rezervoj atij fundin që meriton. Fundin që meriton. Këto kisha sot. Tashmë, ashtu sikur se keni akuzuar, maxhoranca po refuzon që të mbledh këshillin e mandateve për heqjen e imunitetit të zënjës Balluku, ndërkohë që kreu i qeverisë Edi Rama shprehur të paktën publikisht që do të pritet më parë të flasë gjykata kushtetuese. Keni një koment për këto? Po, kam një koment. Vetëm dje, dy gjykatës Sklever, dy gjykatës të gjykatës kushtetuese, Sklever Mjeran të pushtetit, u deklaronin miqve të tyre se e kuptojmë që Edi Rama ka marrë fund, po përsëri na kërkojnë që me datën 18 të votojnë favor të tij. Kjo është e vërteta. Dy gjykatës kushtetues, Sklever të pushtetit. E dini ju, lexoni librin e gjani kush janë. S'ka nevojë. Aty ka dhe gra, nuk po them gratë, burra, dy burra. Gjykatës Sklever të pushtetit u deklaronin miqve tyre në mënyrë të pavarur se ne kuptojmë që Edi Rama ka marrë fund, po prapë na bëjnë person të jashtëzakonshëm për të votuar për të me datën 18. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe nuk kam asnjë lloj mdyshje që ai nuk do heq imunitet, sepse të parin imunitet që heq do detyrohen të heqë të dytin të vetin, dhe këta nuk e bën. Nuk e bën. Atëherë, populli opozitar do flas me gjuhën e tij më të bukur. Gjuhën e luftës për liri dhe dinjitet. Zoti Berisha, në mbledhjen e parë të Këshillit të Mandatit, ku ishin pranishëm edhe prokurorët e SPAK-ut, këta të fundit kërkuan si kohë të fundit që i lanë qeverisë 3 deri në 5 ditë për mbledhjen e seancës së radhës që maxhoranca kërkoi ta shty. A është ky sinjali i parë që Partia Socialiste po i kundra përgjigjet SPAK-ut? Faleminderit. Po e bllokon SPAK-un. S'ka diskutim. Ajo 3 deri në 5 ditë ka një gjë. Direkt i pandehuri, ose avokati, ka të drejtë të kërkoj një kohë për të lexuar dosjen. E ka të drejtë, është e përcaktuar në rregullore. Dhe kjo kohë, që në rastin e Sali Berishës nuk ishte as 2 orë, në rastin e Lubis u shpall 3 deri në 5 ditë. 3 deri në 5 ditë. Por, ishte thjesht një, ata si të thush, prokurorët, arsyetuan që për të studiuar dosjen, avokatëve u duhej kjo kohë. Dhe këtu, pavarësisht standardeve, po kjo është normale, pavarësisht standardeve. Rregulloria thot që pas shqyrtimit, brenda 2 javëve, edhe këtë e përcakton rregulloria, brenda 2 javëve paraqitet raporti në parlament.
në parlament, i cili është i detyruar ta vendos në pikën e parë të rendis ditës të seancës parë. Tani, të gjitha këto i fshiu Edi Rama. Mori pushtetin e parlamentit dhe pezulloi seancën pa datë mbledhje, që s'ka ndodhur kur. Për dëshmuar se këta janë të aftë të bëjnë çdo gjë. Të bëjnë çdo gjë. Për të mbrojtur krimet e tyre. Kjo është. Unë ja u them, ai nuk heq imunitete. Jo, ai ka vendosur të përdorë si bajoneta krimi mandatet që ka marrë për të asgjësuar sistemin e drejtësisë. Se kjo është de facto asgjësimi i tij. Berisha, kur folni për protesta të cilat do të vijojnë, ato janë planifikuar pas vitit të ri dhe a ka një afat se kur mund të nisin protestat e tjera? Duke qenë se prova generale duket se kur është e suksesshme sipas jush. Tani, Isa, kjo opozit të themi atë është, ka organizuar në historikun e saj protesta nga më madhështoret, revolta nga më të suksesshmet. Po, e ka këtë histori. Ka përmbysur njerë sistemin e diktaturës, pastaj sistemin e krimit që erdhi në pushtet me dhunë në 97-ën me votë. Por ka një gjë kjo. Kjo opozit, jo se i mungon krejtësisht, jo, nuk i mungon krejtësisht, sepse qoftë se u kujtohet, në vitin 98, ne kemi protestuar 50 ditë me radhë në bulevardin Dëshmor të Kombit, pra ne nuk është se kemi përdor protestën e zgjatur, por ajo ka mbetur pa u çiftuar. Ndaj dhe tani, qytetarët opozitar dhe qytetarët shqiptar duhet ta dinë që rruga e rrëzimit e Edi Ramës nuk është absolutisht me armë, jo, rruga e rrëzimit e Edi Ramës është me revolt të qëndrueshme, paqësore, të përditshme, gjerë largimin e tij. Dhe për këtë është në këtë drejtim eksperienca botërore fakton se kjo është rruga më e suksesshme. Opozita duhet ta ketë shumë të qartë se vetëm revolta e përditshme e qëndrueshme është rruga për ta nisë atë aty ku e kanë vendin narkodiktatorët dhe diktatorët. Dhe ne kemi besim të madh. Ne kemi besim shumë të madh se do realizohet. Do realizohet. Zoti Berisha, çfarë informacionesh ka Partia Demokratike që lidhin Geron Meçen, Ermal Beqirin, Daniel Shimen me emrin e personazhit tjetër Armand Fangun, përveç asaj prapashtesës Solution që thatë ju, dhe pyetja dytë është në lidhje me Ergys Agasin. Pse ja vendosët pseudonimin, po them, Intim Agasin, në lidhje me mbi çfarë informacionesh, dhe keni informacione të tjera se përveç Akshit në cilin drejtim të biznesit ka qenë i fokusuar? Tani, siç e dini ju, unë 2 vite më parë, ose po thuj 2 vite më parë,
kam bërë publik informacionin e regjistrimit ambiental të Geron Meçes. Informacion që nuk është përgjithshur kur. Në të cilin Geron Meçe i thot personit që i kishte shkuar për t'i kërkuar ndihmë që të fitonte tender, i pohon këto që po them. Së pari i thot, ABC-ja, AB Solution, është e Armand Frangut. Sepse ajo fiton të gjitha tendrat, është e Armand Frangut. 2, janë të regjistruara këto të gjitha. I pohon se tendrat fituesit në aksh i përcakton Armand Frangu. 3, i thot se Linda Rama është patronazhistja. Nuk e përdor termin patronazhist, po tjetër, po. E prokurimeve të nuk përmend, të jemi sinqert, nuk përmend Mirlinda Kaçanaj. Se unë makollaja kam të thëmë Mirlinda Kaçanaj. Jo. Linda Rama, po s'ke fajti, mirë bën që pyetës, se mediat i fshehin këto. I fshehin, përpiqen të krijojnë çdo gjë që t'i fshehin këto. Pa i thot Linda Rama është si me thënë, patronja e tendra. Prit, është me tutje. Të gjitha këto, dhe thuhet dhe regjistrimet e vetë zonjës Rama, në një dosje, të cilin e ka patur prokurori Mara, prokurori i prokurorisë speciale Mara. Më tutje, është kërkuar dhe janë përpjekje të azjesojnë dosje siç kanë azjesuar dosjen e vrasjeve për vrasjet Tauland Ballës. Por, në moment të fundit, është bërë qartë që dosja ekziston dhe tjetër punë. E plot. Kështu që dosja është në SPAK. Po. Këto janë. Por, po të kesh kohë, futu dhe lexo për solution. Vetëm akti i fundit, ju them ju. Nuk ka akt më të turpshëm, më të shëmtuar. Armand Frangu fiton tendrin për përmirësimin e inteligjencës artificiale 75 milion euro. A ka gjë më kriminale? Ku është inteligjenca artificiale në Shqipëri? Më thoni pak një herë. Po, ajo është në çdo telefon dhe çdo iPad dhe kompjuter si ChatGPT ose DeepSeek. Apo Genius. Është ajo. Po që tërkun këtu, DeepSeek kushtoj gjithsejt $6 milion. DeepSeek është ChatGPT-ja kineze. Ky ishte, kurse ChatGPT-ja e Edi Rams 75 milion euro. Po pranaj dela ai me fitim 200, me fitim 22 milion herë më të madh se kapitali fillestar.